Besoj që edhe pse jemi lojtar të ri kemi kalu, domethënë kemi luajtur shumë ndjeshe të mëdha si ajo në Azerbajxhanin, play-offin në Izlandën, kështu që pak a shumë kemi eksperiencë në këto lojna. Unë përpos që jam krenar që jam kapiteni i kësaj ekipi që nesër do e luaj finalen historike për kombëtaren, kështu që jemi qetë, kemi një atmosferë jashtëzakonisht e mirë shkëlqyer në kamp dhe nesër shpresojmë shumë në sukses. Përshëndetje, faleminderit për pyetje. Thash edhe më herët se jam në kështu si emocionalisht, po një ndryshe se unë kam qenë 8 vjet atje, jam formuar si futbollist atje. Kam shumë respekt për shtetin e Turqisë, për ata lojtarë që kemi qenë edhe bashkëlojtarë dhe kundërshtar në shumë ndeshje. Po nesër është ditë ndryshe, është ndeshje ndryshe, është çështje kombëtare, është çështje shteti, kështu që nesër në fushë, domethënë mrena vijave fair play, domethënë mrena kufizimit, unë do vazhdoj të respektoj kundërshtarët, po do e bëj çmos për me arrit fitoren si shtet edhe më kualifiku në Kupën e Botës. Pata rastin me pa ndeshjen pjesën e parë, edhe pse Romania ka luajtur domethënë shumë në mbrojtje, në fazën shumë defensive, Turqia e parë që ka kriju 2 raste, po edhe ka pësu 2 raste. Kështu që për kualitet nuk flitet, kanë kualitet shumë të lartë, kanë një individ shumë të lartë, po na shpresojnë, si s'është edhe më shpresojnë në lojën ekipore, besoj që këto e kemi më të fuqishëm se Turqia. Kisha pas qef me thonë po, jam rujt, po jo, fakt kemi vite që jena këtu në për konferenca, në për lojna. Gjithmonë kom thonë jetën, nuk po m'intereson me shënë gola derisa fiton ekipi. Jena të folë për kombëtare, për shtetin, kështu që masi kam 4 lojë the apo? 5 lojë. 5 lojë, pashënu 5 lojë gol, po që ku është kombëtarja, kemi arritur finalen, kështu që nuk po m'intereson as pak. Shpresoj që edhe nesër mos shënoj, po ne të fitojnë lojën. Po besoj jo veç për mu, po për gjithë shtetin. Kjo në një intervistë tjetër thash që besoj që pas pavarësisë mund të jetë lumturia më e madhe e shtetit tonë. Kështu që dëshira jon, forca jon është maksimale për ta arritur këto. S'du me fut presion as bashkëlojtarët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifos tonë, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrim suksesin edhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Unë një mesazh si gjithmonë do të them që duhet të përkrahen 90 minuta pa u nalë, se ka mundësi që shkon edhe në vazhdime, po një përkrahje, një shtyrje për neve, tu e ditë kualitetin e rivalit, kështu që neve na nevojitet posa asaj që thash më herët lojë ekipore, po na nevojitet edhe përkrahje, një shtyrje ekstra nga tifos tonë. Nesër 90 minuta pa u nalë, me na përkrah edhe së bashku mund të bëjmë ëndër në realitet.